75 kundër, abstenim nuk ka, kërkesa nuk miratohet, vjoj me njoftimet. Ndërsa qytetarët protestonin para parlamentit, mazhoranca socialiste ngriti kartonat për të rrëzuar kërkesat e Partisë Demokratike për interpelancë me kryeministrin dhe mocion me debat për shqetësimet e qytetarëve që prej një muaji protestojnë para kryeministrisë duke kërkuar largimin e Edi Ramës. Mazhoranca refuzoi çdo kërkesë për të diskutuar kërkesat e shqiptarëve që prej një muaji kanë dalë në shesh në revolt kundër qeverisë. Kreu i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi deklaroi nga foltoria e kuvendit se Edi Rama nuk e jep dot dorëheqjen pasi është peng i sistemit korruptiv e kriminal që ka instaluar. Por nuk mund ta jap dorëheqjen. Ai është peng i sistemit që ka ndërtuar vet. Edi Ramën nuk e lejojnë të largohet sepse ka ende borxhe për të shlyer. Borxhe që i shlyen duke shitur copat Shqipërisë. Borxhe që i shlyen duke ndryshuar ligjet për të shërbyer klientëve të tij financiar dhe trafikantëve të drogës. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar socialista Uland Balla u mundua të bëjë sërish propagandën e kryeministrit, duke pretenduar se protesta që ka në bazë keqeverisjen po influencohet nga aktorë të huaj. Se në këtë protestë u përfshin dhe vazhdojnë të jenë të përfshirë aktorë shtetëror malindë e Shqipërisë së bashku me media, organizata dhe interesat huaja. Me forcën e kartonëve, socialistët rrëzuan kërkesën për mocion debati për shqetësimet e qytetarëve, duke mos i marrë fare në konsiderat problemet që ata po artikulojnë prej ditësh në shesh. Deputetët demokratë sollën në vëmendje dhe lobimin dhe kërkesën e përfaqësuesve të PS-s, drejtuar eurodeputetëve për të mos miratuar amendamentin që kërkon ndalimin e ndërtimeve në zonat e mbrojtura. Vinë eurodeputet dhe flasin për zonat tona të mbrojtura, për ligjin për investitorët strategjik dhe refuzon ky parlament flasin për këto probleme. Të ndalohet zhvillimi apo ndërtimi në zonat e mbrojtura. Këtë ta ka kërkuar Parlamenti Evropian. Përkundër dëshirës tënde edhe të Borës, që ta marri tani fjalën Bora, që i thoshit mos e miratoni. E kanë miratuar, nuk ju dëgjuan. Debati në kuvend vuri përballë edhe dy sekretarët e përgjithshëm të Partisë Demokratike dhe asaj socialiste, ndërsa Flamur Noka ngriti shqetësimin për problemet ekonomike që qytetarët kanë përballë vjedhjeve dhe korrupsionit qeveritar. Blendi Klosi u mundua të bëjë avokatinë e Edi Ramës. Të gjithë pensionistë me një pension në fshat 70 apo 120 euro dhe jeni aty në protest kundër këtyre që shkryen si derrat majmur në miliardat e vjedhura nga taksat tuaja, ju të papun, me një asistencë për 20 apo 50 eurosh. Ndërkohë këta 20 apo 50 euro, këta derrat e majmur, e kanë një kafe. Partia Socialiste e Shqipërisë, grupi saj parlamentar, kryeministri Edi Rama, nuk do të riqemi në asnjë sekond nga kontrata që kemi me qytetarët shqiptarë. Me gjithë përpjekjet e socialistëve për të hequr vëmendjen nga revolta qytetare një mujore, protesta e shqiptarëve u bë sërish kryefjalë e seancës plenare, edhe brenda edhe jashtë parlamentit.